Kapet avioni i dytë me drogë në Torino të Italis, arrestohen 4 trafikantë, 2 shqiptarë dhe 2 italianë, sekuestrohen edhe 80 kg hashash. Debati ashpër në kuvend për drogën, PD akuzon Tahirin se mbron kriminalet, reagon ministri, Berisha i dha tokë në Bregdeti, zyrtarit policisë Dritan Zagani. Parlamenti voton për heqjen e imunitetit të Armando Prengës, edhe deputeti tjetër socialist Arben Doka dorëzon vullnetarisht mandatin. Kryeministri takon bizneset dhe lajmëron dëshkime deri në $100.000 për evazion fiskal, edhe tatimorët e korruptuar rrezikojnë burgun. Shqipëria luan sot për historinë e Elbasan Arena kundër Portugalisë, ku qezin mund të afrohen kualifikimit direkt nëse arrijnë një rezultat pozitiv. Të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Një tjetër avion me drogë është kapur në Torino të Italis. Policia ka sekuestruar 80 kg hashash dhe ka arrestuar 4 trafikantë, 2 shqiptarë dhe 2 italianë. Avioni vogël ishte modifikuar për të fshirur kanabisin dhe përdorte pista të vogla për t'i shpëtuar autoriteteve. Dyshohet se pjesë e grupit kriminal janë edhe persona të tjerë në Shqipëri. Ky është avioni i dytë që transportonte drogë nga Shqipëria drejt Italis, i sekuestruar në veri të vendit fqinj. Një operacion i policisë italiane u finalizua këtë të hënë me arrestimin e 4 trafikantëve, 2 shtetas shqiptar dhe 2 italian. Në prangaran Maksim Lanaj, 37 vjeç dhe Fitor Aliej, 43 vjeç, që të dy nga fshati Dusharak i Vlorës, aty ku dyshohet se u nis dhe avioni i parë në të cilën u kapën 120 kg drogë dhe u arrestuan 14 persona, mes tyre dhe një efektiv i policisë së Vlorës. Avioni sportiv ishte modifikuar pas sedilje për të siguruar hapësirën e nevojshme për vendosjen e 80 kg drogë. Autoritetet italiane kanë publikuar në faqen zyrtare të policisë operacionin, ndërkohë që edhe pse nuk ka një reagim zyrtar nga policia shqiptare, ministri i Brendshëm tha se avioni nuk u nis nga Shqipëria, por është linje brendshme e trafikut të drogës në Itali. Thatë që një avion tjetër është nisur nga Shqipëria dhe ka përfunduar në Itali me lëndë narkotike. Unë kam raportin e kuesturës dhe policisë italiane. Si pas të raporti zyrtar, avioni është nisur nga Torino për Lecce. Në rastin më të keq me standardin tuaj, ministri i Brendshëm italian është i përfshirë në trafik droge bashkë me kryeministrin italian. Sepse ky avion është nisur nga Torino për Lecce. Ç'pun ka këtu policia shqiptare? Ç'pun ka ministri i Brendshëm shqiptar? Baza e trafikut sipas antimafjes së rajonit të Piemontes ishte aeroporti turistik i Gatinares pranë Torinos. Hetimet e policisë vijojnë për të zbuluar pjesëtar të tjerë të grupit kriminal, si në Itali dhe në Shqipëri. Transporti i drogës nga Shqipëria drejt Italis me avion të vegjël e super të lehtë është një nga mënyrat që po shfrytëzohen nga trafikantët për të shpëtuar kontrolleve në dogana. Ky është rasti i tretë pas precedentit Riformato, avioni me drogë të cilit ngeci në Bregdetin e Divjakës, por dhe transporti të 120 kg kanabis nga Shqipëria drejt Italis, ku arrestuan 14 persona. Trafiku i drogës ka sjellë tension dhe debat të ashpër mes mazhorancës dhe opozitës në parlament. PD akuzoi ministrin e Brendshëm për implikim me grupet kriminale, por Tahiri reagoi duke thënë se i shefi antidrogës së Fierit, të cilit i referohet opozita, është përblyer me troje në Bregdet nga ish-qeveria Berisha. Ndërmjet qeverisë sot, akuzat e demokratëve mbi përfshirjen e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri në trafikun e drogës drejt Italis kanë shkaktuar tension e debatet ashpra në parlament. Dhe shpresoj t'i kenë mësuar dhe notin se mirë. Partia Demokratike e ka shfrytzuar foltoren e kuvendit për të kërkuar largimin e Tahirit, i cili sipas kreut të grupit parlamentar demokrat është i lidhur me trafikun e drogës. Ju tham që ka të tjerë që vazhdojnë, sepse kanë mbrojtjen e këtij dhe të atij që ishte deri tash këtu. Sepse qeveria shqiptare arrestoi dhe ndaloi ato që i jepte informacion italianëve. Shefin e antidrogës Fierit. E din gjithë kush nuk e ka haruar, sepse u ndalua ai zotëria. U ndalua pse i jepte informacion antidrogës italiane, duke ditur se ç'ndodhte në Shqipëri, ai ishte i detyruar të bashkëpunonte me partnerët. Dhe për këtë u ndalua dhe u arrestua. Por ministri i Brendshëm e kishte gati kundër përgjigjen. Tahiri tha se ish oficeri i lartë i policisë së shtetit Dritan Zagani kishte përfituar troje në Bregdet nga qeveria e mëparshme.
Zotëria që bërtet këtu bashkë me ish-kryeministrin me vendim të Këshillit Ministrave, ati Dritan Zagani ka falur tokë dhe objekt në rikun në Begdet. Si ka mundësi? Pak dit para se të linit detyrë, i keni falur tokë në rikun në Begdet. Si ka mundësi me vendim të Këshillit Ministrave, i keni falur objekt në Begdet. Keni bler intervistën, keni bler dëshmin, keni diktuar dëshmin nga sijat e partisë. Debate të forta u konsumuan edhe mes ish-kreut të qeverisë Sali Berisha dhe deputetit socialist Koço Kokdhima. Të dy shkëmbyen replika mbi kultivimin e kanabisit në vend. Tani kërkon suksesin në kanabis. Po cili është ai? Prej kaq e kaq kohësh kam deklaruar këtu se është kryeministri i Jugut. Kur unë e thosha, tjerët e mirin shpoti, por ju e pat vetë se si u legalizue. Një njeri për të cilin në Shqipëri nuk ka njeri që se din se çfarë spekulanti është. Po pse ndodh kjo? Po gjithçka ndan me Edi Ramën. Si mendon ti, Sali, gjithë këta mira fshatar që mbjellin kanabisin, si mendon ti, e bëjnë këtë nga qefi për të qenë kriminal dhe për të sfiduar ligjin? Jo, zotri, jo. E bëjnë se ti shkatrove mundësin për të jetuar me rrugë të tjera. Ti e shkatrove ekonominë e këtij vendi. Ti qeverise 20 e ca vjet tranzicion dhe e le popullin shqiptar me gishtë në gojë. Pas debateve, kuvendi i miratoi vetëm me votat e shumicës kalendarin 3 javor të punimeve. Me anë të një fotoje të postuar në rrjetin social Facebook, lideri i opozitës Lulzim Basha ka denoncuar rritjen e kultivimit të lëndëve narkotike. Në foto shihet një art krahasuese e zonave të mbjella me kanabis sativa. Në përshkrimin që Kryet Demokrati ka bërë fotos, shkruan: "Ja harta e kultivimit të drogës sipas vetë raporteve zyrtare të policisë së shtetit." Ndërkohë më herët, pas lajmit për kapjen e një avioni në Itali që transportonte drogë nga Shqipëria drejt vendit fqinj, lideri i opozitës Basha në një tjetër postim shkruan: "Sërish avion me drogë nga Shqipëria u kap sot në Itali. Çfarë do të thonë sot ministri i drogës dhe shefi i tij?" Ngjarjen e ka komentuar edhe ish-kryeministri Berisha, i konsideron se vendi është shndruar në Kolumbi të Europës. Burime njoftojnë se autoritetet italiane kanë kapur një avion tjetër droge nga Shqipëria. Marrëveshja midis Mrikës, Tahirit, general trafikut prej 2 vjetësh mban radarët sekondar të fikur, vijon komenti i Berishës në Facebook. Me 118 vota pro dhe 1 kundër, kuvendi ka hequr imunitetin deputetit socialist Armando Prenga. Përpara votimit, opozita tha se rasti i Prengës tregon përgjegjësinë e Ramës për përfshirjen e elementëve me rekorde kriminale në parlament. Kuvendi nisi sesionin e ri parlamentar me vendimin për heqjen e imunitetit të deputetit Armando Prenga. Mbyllet me 118 vota pro, me 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet raporti dhe dhënia e autorizimit për arrestimin e deputetit Armando Prenga. Vota kundër ishte i deputetit të PDI-s Omer Mamo, por që pas votimit tha se gjithçka ishte një gabim teknik. Me gjithë ftesën dhe apelin e kreut të kuvendit për një fillim të mbar pune dhe bashkëpunim mes palëve, replika treguan se ky do të jetë një sesion në shenjën e debatit të ashpër politik. Nga karrigja e tij, ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi kreun e qeverisë Edi Rama për kriminalizim të parlamentit dhe institucioneve të shtetit. Është ky zotëri që e ka shtruar këtë parlament me kriminalët që ka futur në të në nga tempull demokracie në tempull krimi. Se këtu nga do që të hedhish syt, të del një si ajo që po mlidhemi. Po më thoni mua, çfarë ka më pak? Udhëheqësi i kanabisit, çfarë ka më pak? Paulin Sterkaj që godet me qyt revoles në kryet detyrës kryetarin e Partisë Demokratike. I ndjer i sulmuar nga fjalët e Berishës, Paulin Sterkaj tha se gjithçka ishte shpifje, madje tregoi shqetësimin edhe ndaj kryeministrit të tij për mos reagim ndaj fajeve, që siç tha Sterkaj, mbart Berisha për kohën që ka qeverisur vendin. Ky njeri, fëmijët e ti i ka të inkriminuar deri në fët. Kur s'kam dash me thonë, po e them sot. Ja di me vepra, e me prona, e me grabitje që i kanë bërë vendit tonë. E kjo më shqetëson edhe për ty, ju zoti kryeminist. Që nuk bani të dokumentacionin që këti njeri me mëllkojnë e ti shkoj drejtësisë, kjo edhe familja vetë.
Po ky na nën e na akuzon. Në emër të Partisë Demokratike, Genc Razimiri u bëri thirrje qytetarëve të ngrihen për të dhënë fund kësaj situate. Ka ardhur koha që të jetë kauza jote në rrugë të bësh mrekullin njësoj si 90-ën. Në vitin 90 e bëm mrekullin për shkak se kauza u bë e të gjithëve ne, e të gjithë shqiptarëve pa përjashtim, jo vetëm atyre që kishin vuetur pa drejtësitë e komunizmit. Njeriu nga kafsha e dallon dinjiteti. Për këtë duhet jemi gati të ngrihemi gjithmonë këmbë për të dërguar cilit do që tenton të provokojë këtë shoqëri pikërisht në dinjitet tek buka e fëmijëve. Para nisjes së seancës plenare, konferenca e kryetarëve ka zhvilluar mbledhjen e parë të sesionit, ku nuk arriti të miratojë kalendarin 3 javor të punës, ndërkohë që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike zhvilluan mbledhjet e grupeve parlamentare. Më herët në mëngjes kryeministri Edi Rama pati një takim me disa ministra dhe deputet socialist, takimi i cili është pasuar me atë mes kreut të qeverisë dhe kryeparlamentarit Ilir Meta. Vetëm pak minuta pasi parlamenti votoi heqjen e imunitetit për deputetin Armando Prenga, vendimi është dërguar me urgjencë në prokurorinë e përgjithshme. Ndërkohë kjo e fundit ka dorëzuar kërkesën për caktimin e masës së sigurisë për 6 akuzuarit, mes të cilëve dhe deputetin Prenga në gjykatën e lartë, e cila për shkak se një nga të pandeurit është deputet, është institucioni kompetent për shqyrtimin e kërkesës. Gjithashtu gjykata e lartë ka caktuar me shortë edhe 5 gjyqtarët e çështjes. Ata janë Mirela Fana, Artan Zeneli, Edmond Islamaj, Tom Ndreca dhe Artan Broci. Vetëm pak orë pas vendimit parlamentit për heqjen e imunitetit të Armando Prengës, deputeti tjetër socialist Arben Ndoka ka dorëzuar vullnetarisht mandatin. Në një letër drejtuar grupit parlamentar socialist, Ndoka tregon se vendimin e mori pas akuzave të shumta ndaj tij se ka qenë i dënuar në Itali. Në letër Ndoka sqaron se akuzat për favorizim prostitucionin në vendin fqinj janë sajesa. Kam shumë shpresë që t'ju vlej juve për të mos u ndier keq që më keni pranuar mes jush dhe nuk më keni lënë të ndihemi vetmuar kur më kanë sulmuar egërsisht. Por ju të gjithë miq deputet, qeveria jonë dhe Partia Socialiste, nuk keni pse të vijeni në siklet asnjë ditë më shumë nga prania ime, shkruan Ndoka në letrën e tij. Vendin e Arben Ndokës, pas dorëheqjes, pritet ta marrë kandidati i listës shumë emërore të Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, Eduard Ndocaj. Rreth 20.000 lekë duhet të paguajnë prindrit për çdo fëmijë që dërgojnë në shkollë, shpenzimet kryesore për librat, çantat dhe veshjet e posaçme. Gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit, kryeministri Rama paraemëroi ndëshkime të ashpra për kompanitë që kryejnë evazion. Shefi i qeverisë tha se për herë të parë edhe korrupsioni i tatimorëve do të kalojë tek krimet e rënda. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar bashkëpunimin e biznesit në luftën e nisur kundër informalitetit. Ai u tha që edhe pse kanë të vështirë, duhet të tregojnë zinxhirin e evazionit, pasi vetëm kështu do të mundet të luftohet varfëria, të ulen taksat dhe të rriten pagat. Ai lajmëroi uljen e taksës së pasurisë dhe përjashtimin nga pagesat fiskale të vetpunësuarve që kanë një biznes të vogël. Asnjë shërbim sekret shqiptar nuk ka për ta pasur as në vitin 3000, se çfarë ndodh në tregun e interesit tuaj. Qa mallrash lëvizjen, kush i lëviz, nga i qonë e si i qonë, këtë dijeni duhet ta vini në dispozicion të kësaj lufte dhe t'i kërkoni qeverisë, shtetit, agjensive të veprojnë për ta bllokuar. Në momentet që biznesi jep bashkëpunimin e tij, ai bashkëpunim ngelet vetëm në zyrat e shtetit. Kryeministri ka bërë thirrje në fundin ndaj atyre të cilët vijojnë të fshihin xhiron që bëjnë dhe vjedhin buxhetin dhe konsumatorin. Gjoba për mos lëshim kuponi do të shkojë deri në $5.000 dhe për manipulim të inventarit në $100.000. Penalitetet do të jenë absolutisht më të lartat që mund të ketë imagjinuar në fantazinë e vet ai që vjedh. Dhe është vetëm një herë kjo mundësi. Herën e dytë, pastaj duhet paguani avokatët. Për herë të parë, korrupsioni i administratës tatimore do të konsiderohet si një vepër penale e krimeve të rënda. Zemra e informalitetit është korrupsioni i administratës. Një afat të ri kryeministri la edhe për biznesin e madh dhe që paguan faturat rregullisht. Deri në 1 mars të 2016-s, ata nuk do të përdorin më kasë fiskale. Një pjesë e mirë e tyre bëhen padashur bashkëpunues me ndërmarrjet e vogla,
duke i dhënë mall pa faturë dhe presin kupona fiktivisht në mënyrë që të shkarkojnë të vëshën e mallit në magazin. Ne do japim fund me një afat absurditetit që kompanitë e mëdha punojnë me kasa fiskale. E di që ka pas një shkarkim madh magazinave në gusht, s'ka problem. Shpresoj që të jetë shkarkimi i fundit. Por formalizimi i ekonomisë ka ndezur diskutime mes kryeministrit dhe bizneseve se mund të rrezikohet rritja e çmimeve. Deri dje që tregu ka shitur 10 njësi, edhe nesër kur të jetë çdo gjë e faturuar 100% do shesi 10 njësi. Por në qoftë se deri dje ka paguar të gjithë detyrimet për 6-7 njësi, 3 njësi edhe fal konkurrencës kanë shkuar në ulje çmimi. Kështu që mund të ketë edhe sektor që do të jenë detyruar të ketë një lëvizje të tillë. Sipërmarrësit në këtë takim kanë kërkuar që lufta e shpallur kundër informalitetit të jetë e njëjtë për të gjithë. Ata kërkuan që qeveria të niste hetojë edhe sektorët që sjellin të ardhura më të mëdha në buxhet, siç janë nafta, cigaret, pijet alkolike dhe kafja. Po ashtu ata kanë kundërshtuar penalitetet e larta, pasi jo vetëm që bëhen të pamundura për të paguar, por rrezikojnë mbylljen e bizneseve, duke dhënë efekte drejt për drejt në rritjen ekonomike të vendit. Nga sala e parlamentit, Ilir Meta mohoi edhe një herë akuzat për përfshirje në një aferë të pretenduar me ish kompaninë Qez. Meta tha se çdo marrëveshje është firmosur nga zyrtarët e lartë të qeverisë Berisha, ndërsa ftoi opozitën të i drejtohet prokurorisë. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka sqaruar për herë të parë pozicionin e tij pas akuzave të opozitës për përfshirjen në një çështje korruptive me kompaninë Qez. Jo pa shpotia i tha se Partia Demokratike do të ketë kohë edhe 2 vjet për t'i kërkuar dorëheqjen. Por Meta u risolli në vëmendje deputetëve të PD-s se ishin ata që finalizuan marrëveshjen me Qez. Kisha një pyetje në rast se zoti Said Dollapi është antar i Asamblesë Partisë Socialiste apo i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, sepse këtu përpara kam një engagement letter and fee agreement midis Clifford Chance, pra kjo kompani që është kontraktuar nga Qezi dhe Qez Shpërndarjes, e firmosur në 1 korrik 2013, pra kur kryeministër ishte i nderuari deputeti Sali Berisha, e cila është firmosur pra në Mynih, në 1 korrik nga Tim Schreiber për Clifford Chance dhe nga zoti Said Dollapi për Qezin. Kryeparlamentari tha se kompania ka bërë një sqarim që në djeninë e tij nuk ka përmendur emrin Ilir Meta. Mund t'ju bëj ditur se Shqipëria ka patur shumë ish kryeministra, të cilët unë nuk dëshiroj t'i marrë në përgoj, sikurse i pjesë e juaja më merr në përgoj mua dhe më paragjykon, dhe kjo është e drejta juaj, përsëri e respektoj këtë gjë, dhe nuk e përjashtoj që dikush apo në një afërm tjetër mund të ketë përfituar nga çështje të tilla, por e përjashtoj në mënyrë kategorike që i person implikuar tjetë ish kryeministri Ilir Meta dhe këtë u a them me bindje të plotë. Deklarata e Metës nuk bindi as pak ish aleatin e tij Berisha, i cili kërkoi vënien e tij para drejtësisë. Çfarë do që të kesh ti për qeverinë, për çdo antar të qeverisë dhe për çdo njeri, shko thuaj në prokurori. Fare mirë. Po qartësohu për gjithçka jeni akuzuar. Akuza konkrete nga përfaqësuesi i kësaj qeverie. Mendon se mund të kalohet kjo? Jo, nuk mund të kalohet. Ju garantoj që kjo s'mund të kalohet. Pas këtyre deklaratave, Meta tha se ai kurrë nuk do të merret me thashëtheme. Ti them zotit Berisha se nuk kam ndërmend të marr në përgojë atë dhe lidhjet e tij me personin që përmendi. Ndoshta nuk i mban mend, mund të pyesi bashkëpunëtorët e tij, mund të pyesi të afërmit e tij për takimet e bëra para 2009-s apo pas 2009-s. Shtrenjtohen tarifat e celularëve për thirrjet ndërkombëtare, vendet e Bashkimit Evropian ka rritur kostot, çka ka bërë që shqiptarët paguajnë më shumë për telefonatat me jashtë. Shqiptarëve po u kushtojnë më shtrenjtë tarifa celulare për çdo telefonat që ata bëjnë në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Këto shtete kanë rritur çmimet e terminimit ndaj vendeve jo anëtare të BE-s. Sipas Agjencisë së Komunikimeve Elektronike, rritja e tarifave është vendimi i kompanive ndërkombëtare. Ky fakt në Shqipëri është reflektuar në rënien e ndjeshme të sasisë së minutave për thirrjet me jashtë. Nëse thirrja vjen nga një vend jo anëtar i BE-s, ka ndodhur një rritje me disa herë e kësaj tarife. Dhe nga operatorët informacioni është që ky përbën shkakun
që ka pasur një reduktim të sasive të minutave të përfshira në ofertat për thirrje dartëse ndërkombëtare. Mesatarisht mund të ketë qenë tek 1 eurocent për minutë. Ndërkohë sipas operatorëve tani mund të ketë vajtur 5, 6, 7, 8 eurocent për minutë. Pra është rritur në mënyrë të ndjeshme kur dërgohen thirrjet nga jashtë vendeve të BE-s. Sasinë më të madhe të thirrjeve Shqipëria ka me Greqinë dhe Italinë. Deri pak ditë më parë operatorët ofronin qindra minuta me jashtë, ndërsa tani paketat ofrojnë deri në 20 minuta. Vjet re që janë një numër i madh aktualisht vende që kanë filluar të aplikojnë të masë diferencuese për thirrjet brenda që vijnë nga brenda vendet BE-s dhe që vijnë nga jashtë vendet të BE-s. Atëherë arsyet pra mund të jenë thjesht janë komerciale. Tarifat brenda vendeve të Bashkimit Evropian janë të lira, por shqiptarët do duhet paguajnë shtrenjtë derisa të bëhen anëtar me të drejtat të plota në BE. Fatura financiare për familjet që kanë vetëm një fëmijë në shkollë llogaritet të jetë mesatarisht 20.000 lekë. Prindrit kanë nisur blerjen e librave dhe mjeteve të tjera për të qenë gati më 14 shtator. Nxënësit e klasave të para dhe të gjashta këtë vit do të kenë programe të reja. Përveç se impenjim dhe emocion, dita e parë e shkollës ka dhe faturën e saj financiare. Prindrit kanë nisur blerjet që në 14 shtator fëmijët janë kompletuar me libra dhe mjetet e tjera. Familjet që kanë vetëm një fëmijë në shkollë, mesatarisht duhet të shpenzojnë 15 deri 20.000 lekë të rinj. Librat i bleva, çantën e kam blerë sërish si çdo vit, tani edhe veshjet që do blej për si ditën e parë të shkollës. Po, 20.000 lekë, patjetër domethënë. Kjo është kuota që ne kemi harxuar deri tani domethënë për ditën e parë të shkollës. Librat për klasën e parë, çantën, mjetet që janë të shkollës, edhe shumë gjëra të tjera, veshjet. Për ato familje që kanë 2 apo më shumë fëmijë në shkollë, fatura është me kripur, por edhe në këto raste, gjithmonë ka zgjidhje. Një rrogë, me gjithë aksesorën që më nevojitën, veshjet gjitha. Që nga lapsi deri ke kpuca. Vllai im është në universitet dhe ai normal e shpenzon më shumë se unë. Kështu që këtë vit kuota ime do jetë nuk do ta kaloj 100.000 lekë. Blerjet ka nisur me librat. Në të gjitha shkollat e vendit apo librarit pranë tyre po bëhet shpërndarje teksteve. Nuk ka mungesa të theksuara në titull, megjithatë tekstet që mungojnë do të jenë gati para fillimit të shkollës. Çmimi i paketës së librave këtë vit varion nga 1.600 lekë për klasat e para deri në 5.000 lekë për klasat e 12-ta. Për herë të parë reforma e Altertekstit reduktoi numrin e alternativave duke bërë që një libër të mos ketë më shumë se 3 variante. Jemi në fazën më të mirë të mundshme që sot kemi një Altertekst me 3 alternativa. Të përzgjedhura me rigorositet mbas ligjit të arsimit para universitar. Fatmirësisht shpitbotuesat u përgjigjen, po jo vetëm ato, për herë të parë futën dhe modele nga shpitbotuesa europiane, të cilat na krijojnë mundësinë e marrjes së produkteve të mira në drejtim të formimit dhe në drejtim të tekstit që do mëson nxënësit shqiptar. Fëmijët e klasave të para dhe të gjashta këtë vit do të kenë programe të reja, ndërsa 60 shkolla të përzgjedhura në të gjithë vendin do të punojnë me tekste digjitale. Ndërkohë Ministria e Arsimit synon që pas 3 vjetësh arsimi para universitar të jetë i detyrueshëm. Një javë para fillimit të shkollës janë regjistruar rreth 450.000 nxënës, ku 20.000 janë fëmijë të klasave të para. Pas barazimit me Danimarkën, kuqezinë zbresin sot mbrëmjen e Elbasan Arena me synimin për të bërë historinë ndaj Portugalisë. Kombëtarja shqiptare mund të jetë pranë kualifikimit direkt nëse arrin rezultat pozitiv ndaj luzitanëve. Shqipëria ka sot shansin të hyrë në historinë e futbollit për t'u ofruar kualifikimin direkt në Europian në rast se do të arrijë një rezultat pozitiv në Elbasan Arena. Përballë kuqezinëve janë portugezët e Cristiano Ronaldos në vend të parë në grupin I në kuotën e 12 pikëve, një më shumë se skuadrat e Bjazit. Këtë radhë me formacionin e tyre më të mirë, përfshirë edhe yllin e Realit Madridit. Eksaktësisht një vit më parë, Shqipëria fitonte ndaj luzitanëve në Aveiro 1-0 me gol të Balej, duke I shkaktuar humbjen e parë në këto eliminatore, që nga ajo kohë kuqezinët arritën edhe 2 fitore të tjera dhe 2 barazime, ndërsa janë skuadra vetme në këtë grup që nuk kanë pësuar humbje. Edhe pse një barazim do të ishte shumë komod, tekniku i Bjazi ka deklaruar se kërkon një tjetër fitore përballë skuadrës më të fortë në grup. Është konfirmuar përsëri mungesa e mbrojtësit Hysa, ndërsa formacioni pritet të jetë ai Danimarkës me Berishën në port, Gjimshiti, Ajeti, Cana dhe Agollin mbrojtje, në mesfush Abrashi në balotazh me Kaçen, Gjaka e Kukeli, ndërsa nga krahët Lenjani dhe Shkëlzen Gashi. Në sulm shtatlarti Cikaleshi, për të motivuar futbollistët, burime pranë Federatës Shqiptare të Futbollit bëjnë me dije se në rast të një barazimi ose fitoreje mund të ketë një super premio prej 15.000 euro për lojtar. Me play-offin siguruar, tashmë Shqipëria lufton edhe në 2 fronte të tjera për kualifikimin direkt dhe si skuadra e tretë më e mirë në grupe.
Në sfidën për këtë të fundit, aktualisht ndodhet në vend të tretë, prapa krahave të Kroacisë dhe Ukrainës me 1 pikë. Kapet avioni dytë me drogë në Torino të Italisë arrestohen 4 trafikantë, 2 shqiptarë dhe 2 italianë, sekuestrohen edhe 80 kg hashash. Debati ashpër në kuvend për drogën, PD akuzon Tahirin se mbron kriminalet, reagon ministri Berisha i dha tokën Bregdet i zyrtarit policisë Dritan Zagani. Parlamenti voton për heqjen e imunitetit të Armando Prengës, edhe deputeti tjetër socialist Arben Doka dorëzon vullnetarisht mandatën. Kryeministri takon bizneset dhe lajmëron dëshkime deri në $100.000 për evazion fiskal edhe tatimorët e korruptuar rrezikojnë burgun. Shqipëria luan sot për historinë e Elbasan Arena kundër Portugalisë, ku gjezin mund t'i afrojnë kualifikimin direkt nëse arrin një rezultat pozitiv. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar të mirupafshim.